Andaj edhe dija nëse nuk futet në praktik, nuk mobilizon frikë respekt ndaj Allahut, nuk mobilizon mbikëqyrjen e Allahut, nuk mobilizon atë që njeriu të jese aktiv i vazhdimisht, atëherë njeriu mund ta çojë devijimit. Se andaj hoxha, kjo është një këshill për vetveten fillimisht, po pastaj edhe për shikuesit edhe gjithë ata të cilët na shikojnë dhe na dëgjojnë, është ne duhet të mundohemi vazhdimisht të kërkojmë prej Allahut qëndrueshmëri. Do të thënë udhëzimi është një proces i vazhdueshëm, nuk është diçka që mbaron një udhëzuar dhe u sos puna. Në histori shohna që pas udhëzimit ka ardhur devijimi, nuk ka qenë vetëm mungesa e dijes, po ka qenë mungesa e sinqeritetit, mungesa e asaj që ai nuk e ka praktikuar, atë çka e ka predikuar apo e ka thonë që Allahu na të rregjë vërejtjen, dhe ku thot në ajetin kuranor: O ju të cilët keni besu, pse pe flitni, pe thoni atë të cilën nuk e veproni, me të vërtetë është e madhe tek Allahu nëse thoni diçka dhe ju nuk e veproni. Po në kohën bashkëkohore audienca është fitne. Audienca në njeri kur hip lart, ne ta di që kjo nuk është rezultati i jot. Oratoria jote nuk është që ti je shumë i pashëm, po Allahu jep bereqet që mos në nëshmot ai vend. Andaj edhe devimi vjen kur ti ki vetë pëlqim për ata.